Në jug të Serbisë, pranë Bujanocit, ushtria e Serbisë nisi stërvitjet, e bashkëmete edhe trupat e NATO-s. E gjitha kjo në organizimin e komandës së forcave toksore dhe komandës së forcave të përbashkëta nga Napoli. Por krejt këtë po e shesi pozitive ish komandanti i ushtrisë së Kosovës Kadri Kastrati. Nëse e largon nga ai kursi që Serbia është me Rusinë dhe me Kinën dhe afron më tepër nga NATO-ja, do të jetë mirë edhe për NATO-n, edhe për rajonin dhe do ta ndryshoj atë çështjen armiqësore që Serbia ka deri më tani. Unë e shoh pozitive çdo ushtrim apo parafrim i NATO-s me Serbinë, sepse e largon një hap më larg Rusia dhe Kina. E sipas kolonelit në pension të FSK-s, me këto veprime Serbia po tenton të luajë me dy karta. Kjo është e gjitha një pjesë e politikës që zhvillohet në Ballkanin e përgjithësi nga ana e perëndimit, po ashtu edhe tentativat e Serbisë për të fituar sa më shumë që është e mundur prej kësaj situate. Mirë po, sido që të vejnë punët, Serbia më në fund do të detyrohet se do ta kuptoj që nuk mundet në pafundësi të ulet në 2-3 ulse, por do të përcaktohet se në cilën ulse do të ulet. Por me gjithë këtë, ish ushtarakët thonë se Kosova mund të hyjë në NATO para shtetit serb. Unë mendoj që 2027 kur do të marrë samitin në Shqipëri, atë do të pres që do të jetë një ftesë e hapur publike e NATO-s për Kosovën, që Kosova të antarësohet, dhe në 2028 ne do të përmbushim kapacitetet operacionale, forcat jonë e armatosur do të jetë operacionale dhe gatshme që të kryejnë gjitha detyrimet. Ndryshe stërvitje të njëjta pati edhe në vitin 2023 dhe 2025 mes SBA-s e ushtrisë serbe me vende tjera anëtare të NATO-s. Përveç këtyre, ajo ka zhvilluar stërvitje 10 ditore edhe me ushtrinë kineze në korrikun e vitit 2025, për çka ishte kritikuar edhe nga Brukseli. Këto ushtrime përfundojnë më 23 maj në bazën ushtarake Jugu, ndërsa pjesëmarrës janë 600 pjesëtarë të ushtrisë serbe dhe forcave të armatosura të Italisë, Rumanisë, Turqisë, si dhe planifikues e vëzhgues nga Britania e Madhe, Gjermania e Shtetet e Bashkuara.